Përshëndetje, shenja e shigjetarit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Në gjendjen tuaj kemi 10 kupat, kulla, perandori në të kundërt, 2 kupat në të kundërt. Në pamje të parë, 10 kupat sugjeron një dëshirë për lumturi në gjendjen tuaj personale dhe përmbushje emocionale, por kulla sjell një tronditje të fortë, diçka tronditet, diçka që i kishit ndërtuar me kujdes mund të shembet papritur. Perandori në të kundërt tregon mungesë kontrolli ose kontroll të tepërt, manipulim apo sjellje autoritare nga dikush ose nga ju vetë. Mund të jetë edhe krenari e lënduar ose mungesë përgjegjësie në marrëdhënie. Po ashtu, mund të nënkuptoj ndjenjën se kontrolli ka kaluar në duar të gabuara, duke krijuar tension. 2 kupat në të kundërt thekson një ndarje ose mungesë harmonie në lidhje, prandaj ju jeni në pikën ku duhet të rimerrni autoritetin mbi jetën tuaj emocionale, të pranoni çfarë ka rënë dhe të mos mbaheni pas një harmonie utopike, do të thoja unë. Në familje kemi kryepriftëreshën, kalorësi i shpatave në të kundërt, asi i shkopinjve dhe gjykimi. Në familje ju mund të ndiheni të tërhequr nga çështjet familjare këtë javë. Kryepriftëresha tregon se shumë gjëra po ndodhin në prapaskenë. Ju ose dikush tjetër nuk po shpreh gjithçka. Kalorësi i shpatave në të kundërt paralajmëron për tensione, fjalë të nxituara ose vendime të nxituara. Megjithatë, asi i shkopinjve dhe gjykimi tregojnë mundësinë për një fillim të ri, pra një gjallërim ose rigjallërim apo një vendim që sjell kthes pozitive në marrëdhëniet familjare. Në dashuri kemi vdekjen, mbretëreshën e kupave, 3 monedhat dhe hëna. Në dashuri kjo fushë është e mbushur me transformim. Vdekja sugjeron një mbyllje, do të thoja, që është e rëndësishme apo një kapitull që përfundon. Mbretëresha e kupave tregon se ndjenjat janë të pranishme, por ndoshta po mbahen brenda. Me 3 monedhat nënkupton përpjekje për të ndërtuar një raport më të fortë me personin ekzistent ose me dikë tjetër. Hëna sjell dyshime, iluzione apo pasiguri, dhe nuk është e qartë gjithçka që po ndodh në këtë marrëdhënie. Kartat këshillojnë të pranoni fundin e një faze, të mësoni të vendosni kufi emocional dhe të kërkoni partneritet ku punohet bashkë, jo vetëm ku ëndërrohet bashkë. Pra, mos pranoni marrëdhënie ku jetoni në mjegull, kërkoni zgjerim, bashkëpunim real dhe transformim, qoftë duke e shëruar lidhjen, por qoftë edhe duke e lënë atë pas. Tani kemi punën ku kemi kartën e perandoreshës, 2 shkopinjt, ylli dhe 4 monedhat. Në aspektin profesional, perandoresha tregon krijimtari dhe potencial për zhvillim, por 2 shkopinjt tregoni se jeni ende në fazën e planifikimit ose të vendimarrjes. Ylli ju jep shpresë dhe ju drejton drejt një vizioni më të madh, por 4 monedhat tregon se mund të ndiheni të pasigurt financiarisht ose jeni duke mbajtur fort diçka nga frika e humbjes. Ka potencial shumë të mirë që të rriteni në punë, por duhet të mos lini frikën financiare që t'ju mbaj peng. Dhe me prizëm oracle kemi frustrimin, ndiheni të bllokuar nga pengesa të jashtme ose emocionale. Dhe kjo ndjenja e frustrimit është një shenjë se diçka ka nevojë të ndryshojë. Pra lëshoni atë kontrollin ku është e nevojshme dhe dëgjojeni veten, sepse ju mund të ndiheni sikur jeni në betejë mes asaj që dëshironi dhe asaj që po ndodh në realitet. Pra lejoni që rrëzimet t'ju tregojnë çfarë duhet të rindërtuar ndryshe. Qëndroni të qetë dhe besoni që shërimi vjen, po shërimi vjen pas tronditjes. Pra marrëdhëniet kërkojnë një rishikim të sinqertë, puna ka potencial shumë të mirë, ndërsa emocioni kryesor është frustrimi, që ju shtyn juve të ndryshoni strukturat e vjetra. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim!